Do doja që regjia të më hapte lidhjen zanore me shtëpinë e Big Brother. Besoj që më dëgjoni. Po. Olsi, të lutem të shkosh në magazin. Ti të ish? Nuk të rëmbrënda. Unë jam këtu për të thënë diçka që është shumë e menduar mire, sepse ti më detyron shumë mua. Kështu që kemë këtë gjamin. Kështu që kemë këtë gjamin? A më liro, hanë qeke. Liro? Janë për të thënë që qishka që kemi pasur atë të ka marrë fund. E sigurt? Është shumë e sigurt. Nuk të falë do të asë një gjë, do të kishë menduar shumë mirë ato që ke bërë aty brenda. Çfarë? Do të kishë menduar mirë. Zemra ime morali nuk blihet me lek, edhe ti e ke shitur veten shumë lirë aty brenda. Për lekë? Morali, thash morali. Unë për lekë shita. Më ke zhgënjur jashtë mase. Ku? Ku? Ke kush pjesë? Jemi në të dy orë se nuk është loja. Po ne më qatë... Nuk ka lidhje me njerëzit jashtë. Kjo gjë që po bëjmë është personale. Nuk duroj dot. Nuk dua më atë gjë që bëj. Çfarë do të thotë unë decidoresh? Mos më fol mua me atë gjuhë. Ngatron njerëzit. Po lejmë se ti, hajde ku do ti? Nuk më intereson më, nuk më intereson më. Po çfarë do isham do vënosh aty jashtë, tash çfarë do bësh ti do ndjehesh ti, ha? Po trisha të ke. Pikërisht, kjo është e keqja. Ku është e keqja? Po ti më shohësh mua dhe të folë të tonë me njerëz ti më ditë. Kjo është e keqja, është se dashuria jo nuk ka pas. Për ty? Për mua. Po, se për mua ka diçka, për ty s'pas, unë çfarë them? Ti nuk ka diskutuar këtë punë kurim? Ne kemi diskutuar. Edhe çfarë theti? Po, nuk dua fare, nuk më intereson më se çfarë do thuash ti. Nuk më intereson, po them që gjithçka që kemi pasur në të dy merr fund. Jam këtu sot për të që ka marrë fund. Po më dova të do të më të marrë. Gjithçka ka marrë fund sepse ti nuk e meriton më që ti jesh në krahun tim. Me gjithë ato gjëra që ke bërë aty brenda. Nuk falet, le që e treguar shumë thekët njerë me punën e Unazës që nuk ta fal. As Unazën, as gjithçka që ke bërë aty brenda. Unazën. Gjithçka që ke bërë aty brenda ka marrë fund. Ti e di shumë mirë për çfarë ka fjalën unë. Se di fare. Se kam ide. Ti kanë karë. Kur dalësh jashtë do marrësh vesh, po dija domethënë që kur të dalësh jashtë çdo gjë ka marrë. Ne të dy s'kemë punë. Kemë humbur vetveten, një pjesë shumë madhe të jetës tënde që ti më detyrohesh shumë. Si ke qenë? Më detyrohesh shumë mua ti. Ti si person më detyrohesh shumë. Nëse tu brenda je fal meje, fal besimin tim, po besimi vdiq mbarove. Ti si e vogël që të mësoj, jam 34 vjeç. Dhe nuk ta fal. Të kam thënë gjithmonë mos më lëndo, mos shko deri në atë pikë. Nuk e lëm ato që kam hequr këto ti mua gjysmë. Atë rrit shoh të shihet. Hë? Jo. Nuk është për qeshur. Ne mos po qeshun, ata më them kishte marrë madhe. Duhet dish që ke humbur një person që unë kam humbur. Ka sakrifikuar shumë gjëra për të. E ke humbur dhe ka marrë fund. Ka sfidë ne anë. Më vjen shumë keq. Mos ty rregullore. Lëviz ka dëshë. Më shqip mirë, më shqip për e të fundit, se ka marrë fund. Edhe mu më dhe në shpirti, për deri sa jam të para kamerave, se nuk dëroja dot, pa të thëmë të raste. Unë e di se ka mequr për jashta, unë e di. Ta shi që ti do jesh rado, më thëmë, se kjo është më e bukur, se nuk e di si të njoftë, po të njoftë. Do jesh më rado. Nuk më pas ke njoftë. Do ndihesh kollaj. Nuk më pas ke njoftur.
Nuk më pas ke njoftur. Po çfarë po merr leje ti më tash? Unë s'po marr leje, unë po them se gjithçka ka marrë fund. Me që unë po rrit tuk e shtëpia, po... Të thash se ke shqitur veten shumë lirë. Kam shqitur veten, çfarë kam shqitur? Në lidhje me mua. Çfarë? Në lidhje me mua. Çfarë ke parë ti do të thënë që kam dhënë? Vetëm që ti nuk duhet ta mohoje, o jam unë. Kush ka mohoj ti? Këdo, po të Atëherë më duhet t'ju ndërpres. Se nuk duhet që të nervikosen. Jo, mos të nervikosh, kur ta mohon? Nuk e dija që pas kam pasur një dashuri të madhe për ty, nuk e dija. E kam marrë vesh të muj. Edhe po vjen këtu të thosh që ka marrë fund dashuria. Ka marrë fund gjithçka. Po prej kujt? Ti nuk besove, po po ta them. Olsi, më vjen keq, duhet të dalësh nga magazina. Nuk ka, e di se është puna, vjen këtu. Olsi. Nuk kemë ti të të mush mendjen. Olsi. Kur s'ke për të mush mendjen? As mos të më thon, mos hajde më. Olsi, duhet të dalësh nga magazina. Atë nuk më prenon nuk më vija të vija. Po ka të thënë do vi. Se nuk është vetëm kaq domethënë ti e ke dhe të çfarë kujtoti harrova që ke foti për nuk. Nuk ka lidhje. Çka kam shitme, çaj që të shitme dhe si të marrë vesh tash. Ose kam parë 24 orë, 24 orë. E mos e dishe që më mshifshe ti. Olsi. Të menoti që e dishe. Ku është e keqe më thënë? Që jo, mendon ti se si të shoh më. Olsi, unë e di. Ku e di si më shef ti më? Po ti isha punë më mbulosh në batanie, bëri gjëra ta shishare. Në batanie? Po se më të shef ti. E talë me ti më da, që më ti, kema e kohë. Gjithçka. Olsi më dëgjon? Gjithçka. Familja ime nuk e di që unë jam të sonte. Edhe besoj se ato janë krenar për mua që po e bëj këtë gjë. Ato e kam pas shumë të vështirë me ty. E ti e di shumë mirë. Çfarë më ka vështirë? E kam pas shumë të vështirë. Olsi, të lutem bin nga magazina tani sepse ndryshe do të vinë rojet e sigurisë. Po çfarë që të bëjmë? Nusën aty të vej bellën? Nuk më intereson. Po më mos intereson, nuk kam çfarë të them. Unë nuk do të justifikohem aty. Se unë kam bëha qarë për gjona sa ti s'njifte më fare. Olsi, të lutem din nga magazina. Ende ti tash, te kaq. Po këto pjesën tjetër që se rriu çfarë thosh? Do të thosh edhe se s'ka më punë me këtë, ti justifikohesh ke njerëzit ta ke vete, se s'marr vesh. Unë jam këtu për të thënë që dashuria jote ka marrë fund. Sepse nuk dihet të më vlerësoj mua. Olsi, të lutem din nga magazina. Olsi, të lutem din nga magazina. E ke bërë gjëra publike, po ti bëj publika. Olsi, e di që është e vështirë, Lusika. Olsi, ju lutem. Harroja. Olsi, të lutem din nga magazina. Kisha për të thënë për veten time. Dhe nuk ta harroj dot asnjë gjë, nuk ka falje për gjërat që ke bërë aty brenda, nuk ta fal dot. Do të ishe menduar mirë se nuk je e vogël. Kaq të Më shafan që krot më rotu më. Qënë, vërë brasë në ty. Vërë Kur i granatët? Në një gjë për të reguar s'ka do, nuk është surprizë e kështu është. Shte e dashur e ima të brënda. A ju thash? Nuk bëhen surpriza personave direkt. Drejt për drejt ju thash, e dashur e orë Ne e surprise. S'po është shkici me zina oqen nga njënë tjetër. Bërticin edhe, koha, unë kënjera nesë. Allah për vete, s'u më surpriza. Ska
Pas kësaj situate, unë doja një koment nga Mandi, lidhur me atë çka pam dhe me mendimin nëse Olsi mund të ndryshojë sjellje në shtëpi pas kësaj që ndodhi? Sinqerisht, duke vlerësuar inteligjencën e tij, të lindur dhe eksperiencat të jetuara është e dukshme. Mendoj që skema që ka zgjedhur atje brenda është e lakmueshme. Ka rekrutuar të gjitha femrat e shtëpisë, duke mos u bërë i bezdisshëm për to. Kjo i ka siguruar që mos jetë kurrë në kandidim, deri tani të paktën. Do jetë i frikshëm momenti kur femrat do sensibilizojnë njëra tjetrën atje brenda dhe të kuptojnë se janë të përdorura prej tij. Unë e vlerësoj edhe një herë skemën që ka zgjedhur. Sa gjatë do ta çojë kjo skemë? Do ndryshoj ai këtë javë? Që kjo ngjarje do lëri gjurmë edhe në sjelljen e tij, absolutisht po. A do ndryshoj? Ta them javën